Po shkome janë nga thethi. Jam nga ata që jam dëmtua me 3 objekte, 3 shtëpia. Nuk i kërkova skali bedrunit, i kom bën ndërtesat. Afroj pak mikrofonin. I kom pas ndërtesa për djemt e mi. Po, pa leje. Pa leje. Edhe me shpejtësi të madhe. 2024-shin, ke ardhur të kisha thethit. Po. Ke bë takim me popullin e thethit, nuk kam ndoll aty ka ndoll djalë se është në emigracion, kam 3 djem në Itali. Po. Dhe ke folë ata çka ke folë kanë tonë japën media, s'kam nevojë me bë koment. Edhe kur ke ik për të tha djali baba e bon sa ka shtëpi. Po shef. Se jena tha 4 djem nuk kena kurrim shtëpi të vjetër se nuk na kanë tha komenaj. Janë të martuam, dy janë të martuam edhe me familje. Ta marrë edhe në fund. I thash po më rëbom, thash ndash po i bojmë, po nuk i besoj kësaj punet. Tha, bab po i bojmë. Unë nuk mund jam e prish fëmijëve që të jinë vetë edhe problemet e veta, se kom 2 palë fëmijë që e dinë të tonë, shati i thethit e din. U kom datë të në tokën, si ma kalën baba, ja kom datë të tonë dhe ku gullë kufit. Edhe në këta ku gullë kufit, boni djali i math e boni 2 kaqë. 2 tjetë e bon ka 1 katë. Djalit vogël kur i ndava i kanë lënë shtëpinë ekzistuese të vjetën. Asaj mi ka ardhur legalizimi si mas fjalëve që ke dhënë atë ditë të kisha. Se ishte ajo. I ka ardhur. Tash i djali i vogël ka një aty ka 3-4 dhoma bashkë me gruaja me nënt vet dhe i bëjtin të vogël një aty ka punon me ta. Tash 3 tjetë i kom pa shtëpia dhe kur ka ardhur i nuk përmbejshem në 2025 kanë ardhur dhe bën proceset në prill në korrik kanë ardhur dhe kanë shenë 3 ditë po vendos gjykata që më kanë proces gjyqësor me Le tani dhe çfarë do bëj tani? Jo, më jo, tash le tani. Jo, lutem, mos na çota shihet. Jo, jam fali, jo po të tregoj aspektet tash unë. Je në rregull e the drejt sakt. Djali vogël e kishte pa leje, por ekzistuese, u legalizu. Këta të tjerët që thanë, hajde bab, ti bi me top, nuk. Më fali sekondë. Kaq, të i qarë gjukate. Djalit vogël i kalon shtëpinë ekzistuese që ka bon 87. Ato pra, po ajo pra, po pa tjetër. Të tjerët, tash krahas kësaj, një djali i tret, ka pas atë magazinën dhe kësollën e baktive si ka kënë, e ka pa rekonstruktuar punue. A ekzistuese e ka mojt, ka arë komisioni i bashkisë, e ka mojt për legalizim gjithë si shtëpinë e vjetër si ka kënë. Edhe janë 2 procedurat e legalizimit që kanë bashkisë. Çfarë hiku? Tashti. Po hiku tashti. Pare sekundë. Tashti. Ajo shtëpia, ajo ekzistu e dyta, asnjë bon, asnjë kanë kësoll, edhe Jerevi, a kanë bën me prirët me shtëpinë 87-ën. Ajo në rregull, s'ka problem. Mojt bashkia tonë ka thonë do të vinë procesi e legalizimit dhe kësaj do të vinë rrolla. Kësaj smjerë thellë ma shemen. Dëgjoj dashur, të lutem. Tashti. Çfarë nevoje keni për mbështetje që t'i bëni me rregull? Kjo që jemi këtu ne për zonjën është tokë shtet. Shtet është kjo këtu, në fakt? Jo, është toka e Marianit dhe e vlezërve. E njëjta është me rastin tënd. Për zonjën je shtet. Për ty je pronar. Për këtë punë është paketa maleve që ti si pronar të marrësh tokën tate. Dhe të marrësh tokën tate duke bërë një investim ligjor, jo të paligjshëm. Apliko tek paketa e maleve që toka jote që figuron shtet, fal aplikimit dhe investimit, të bëhet toka jote, siç është.